Në fillim të viteve 90 të shekullit të 19, në cetin të Malit të Zi punonin edhe disa mjeshtra shkodran në një punishte rrëpaqepsie të një pronari vendes, ndërta kishte edhe ahengxhi të njohur. Mark Krajanin ose Marku i Krajane, siç e thirrisnin, e merr malli për shokët e vet dhe, ndërsa po kthehej nga Sarajeva, shkon në Cetin për të takuar me ta, për të shmallur e për të kënduar së bashku. Shokët e miqtë e tij e presin me kënaqësi të veçantë. I kërkojnë pronarit të tyre leje për të nesërmen, që të rinë me Markun e të këndojnë së bashku. Rini i dy ditë e kënaqur me të, u thot pronari, rrogën e keni të paguar. E kishte menduar që t'u jepte nga një diç problem për punën e mirë që bënin, kështu që gjeti rastin më të mirë. Me veglat muzikurën ndërtuar dhe me gotat e rakis për para, me Markun këngëtar në mes, një prej lokaleve më të njohur të qytetit, filluan një aheng që nuk kishte parë prej kohësh. Kënga e bukur shkodrane tërhoqi në këtë lokale shumë njerëz, saqë pronari i tij, gëzuar për suksesin e vet, nuk dinte si t'u shprehte gëzimin e artistëve popullor. Pothuajse gjithë qyteti ishte mbledhur aty. Lokalet e tjera të kafeve mbetën bosh. Pronaret e tyre u ndjen keq dhe shkuan menjëherë të ankohen te vet Krejl Nikolla. Marku ishte bërë i njohur si këngëtar, por në mënyrë të veçantë emri i tij ishte përhapur në këtë treva, edhe si këngëtari që kishte kënduar shumë bukur këngën e Osokukës, që fliste për ngjarjen e lavdishme të mbrojtjes, deri në sakrificën sublime të trojave shqiptare nga legjendari Osokuka. Sa mirë që më erdhi në shteg, ta me vete Krejl Nikolla kur mori vesh se këngëtari që kishte kënduar aq shumë, aq bukur atë këngë, kishte ardhur te dera e shtëpisë. Prandaj nuk e zgjati, por e thiri menjëherë në syr. Nuk kishte hallin e kafexhive, kishte hallin e vet. Ti e Marku i Krajanës, ju drejtua këngëtarit të njohur, ju pa respekt për këtë burr të gjatë të pashëm, me sy të zi e me mustashët mllatë të përdredhura në cepat e tyre, që i shkonin gati deri në dërveshje, që i shtonin pamjen burrërore. Marku, duke qëndruar krejt i qetë përpara këtij njeriu me emër të madh e me hije të rënd, pohoi me kokë. Ta kam dëgjuar emrin, vazhdoi po me atë ton, por zërin nuk ta kam dëgjuar ndonjëherë. Nuk ka rastisur, ju përgjigj Marku i qetë. Më kanë thënë se e ke kënduar edhe këngën e Osokukës. A është e vërtet? Po, madhëri, e kam kënduar dhe këndoj përsëri, i përgjigjet gjak ftohtë dhe krenar Marku. A mund të kem kënaqësinë të dëgjoj? I tha me butësi. Si urdhëron, madhëri. Për një çast, Marku ndjen një të dridhur të lehtë në trup, sepse shqetëson mendimi se si mund të këndoj atë këngë me ato fjalë të rënda që ka ajo, të cilat gati gjysma e tyre i drejtohen herë me tanë dhe herë me urrëtie, pikërisht këtij njeriu që ka përpara. E ndjeu veten në pozitë disi të vështirë, por kjo gjendje nuk i zgjati shumë. E mblodhi veten dhe vendosi që ta këndojë ashtu siç ishte, pa i ndryshuar asnjë fjalë, edhe pse shokët e prisnin për jashtë gjithankë. Të bëhet çfarë të bëhet, mendoi me vete. Madje pikërisht pse shokët e prisnin atje të shqetësuar, ai u bë me trim. Për ndryshe si do t'u dalë përpara, Marku bëhet gati të fillojë këngën, ndërkohë që Krajli ulet në poltronin e vet pasi nxjerr nga sertari një letër, kishte të shkruar të plotë këngën e Osokukës, të krijuar prej Nelmahës që në vitin 1862, kur ai sapo kishte marrë pushtetin dhe kishte qenë vetëm 20 vjeç. Mark Krajani filloi këngën e bukur dhe të fuqishme, kushtuar Osokukës dhe aktit të tij heroik. Të mërkurën 2 sahati, Krejl Nikolla po e ndiqte me vëmendje dhe jo pak kënaqësi për zërin e bukur të këngëtarit. Her pas here, hidhte vështrimin mbi letrën që kishte në sirtarin e hapur, duke konstatuar me një farë shqetësimi se ai po i shndronte besnik gjithë tekstit. Nuk ka asnjë ndryshim deri tash, i thot me vete. Të shohim si do të vazhdojmë me tej. Për një çast, dyshoi në guximin e këngëtarit. Edhe kishte dëshirë të dëgjonte këngën ashtu siç ishte, me ato fjalë, me ato epitete, me ato të shara që ajo kishte në tekstin e saj të fuqishëm, por edhe se si duke një dëshirë e tillë. Të vijaj tjetri dhe ta përplas mu në fytyrë në shtëpinë tënde të ratmëdhef që ka kjo këngë e mallkuar. Megjithatë të shohim, po të jetë trim, e këndon ashtu siç është, po të mos jetë më keq për të. Trimëria duhet vlerësuar, frika duhet përshmuar. Nuk ishte kohë më të zgjatej në këto arsyetime të rrezuara,
sepse në vesh i ushtojnë fjalët e këngës. Pandi gjëmbër e Nikol Popi, halas ki pashko dranë me sy, se më thonë ose baroti, djegi veten dhe ty. Diçka nga smoj në zemër, me gjithëtë nuk edhe veten. Nuk pas ka qënë trim vetëm ose kuka, por pas kalon prapa dhe trimat e tjerë Shkodran. Tha me vete Krajli dhe vazhdoi ta ndiqte këngën edhe pse përsëri kishte fjalë të tjera të tharta e të hidhura. Ndërkohë Marku krejti qetë vazhdonte të këndonte duke hedhur vështrimin e vet hetuese e zhbirues dhe njerion që kishte përpara. Asnjë lëkundje nuk ndjeu kur vazhdoi. Ti Nikolli biri shkinës, ku i ke nis tek mi vet, me i ra i rëgj vranine se janë lidh shqiptarët me dek. Dosta, e ndërpreu Krajli sepse nuk mundi të duroj ma. Të qaj kështu tjetri, kjo nuk mund të durohet ma, dhe këpa, mua, Krajlin e gjithë malit zi, shmu desh e thira. Me gjitha të kë nuk ka faj, vetja kërkova, këtrin bërit veten, por edhe unë duhet të bëjtimen, gjithsesi më nuk durohet. Që nga me të vërtet këngëtari mirë edhe trim, ti bëj dhe një provë tjetër. Me një herë e pyeti, a kishe pranuar një dhurat për këtë kënaqësi dhe? Dhuratën e pranon edhe mbreti, tha Marku me një herë dhe duke qeshur. Në fund të fundit, unë bëra një punë dhe më takon shpërblimim. Hiqe që i men theut, përdori me vete një shprehje shkudrane. Krajli i nxori nga sertari disa tholla dhe ja dritoi atij. Marku i mori dhe i futi në gjep pa u zgjatur. Pastaj Krajli i shtriu dorën dhe i shliruar tashmë nga mendimet e mëparshme dhe më ftyrë si të qelur i tha: Të lumt, më kënaqe. Të paktën kam hyrë edhe në këngët tuaja. Në këngë mund të hyhej gjithsesi, deshi t'i thoshte Marku, por u mjaftua me ato që i tha në këngë. U përshëndetën përzemërsisht dhe Marku shpejtoi të dalë për të takuar shokët që e prisnin me padurim. Ha, si ja kalove, çfarë tha? Pse të kishte thirr? Dëgjoi breshërinë e pyetjeve. Dhe Marku gjysmë serioz dhe gjysmë me shaka duke nxjerr paret nga xhepi u tha: Pse i thash i biri shkines, nda këto pare. Po si kur t'i thosha i biri stër shkines, do t'mi jepte dy fishin, por nuk më le të vazhdoja këngën, bëri shaka Marku. Shokët e tij qeshën të shliruar nga ankthi që i kishte pushtuar. Isa Alibali, në Shkodër të gjithë këndojnë.